është një garë vërtet shumë e madhe, sepse kemë bëjmë me shumë ekipe që vërtet kanë shumë cilësi dhe kanë investuar shumë për objektivin kryesor për me hyrë Super League. Edhe normal, do shtë e në disa ekipe që është prit më shumë për tyne, por është domethënë në herët tash paraqikojmë se çfarë do ndodhë, domethënë ka shumë lojë, por ajo që tregu si kryesor që është deri më tash, se vesh jemi ka fundi i këtij gjysmë edicioni, ka mbetë edhe 4 gjira. Vërtet 3 të rregullta, po edhe kanë shtuar edhe një gjiro të kampionatit të arshëm të edicionit, gjiron e parë për shkak kësaj formati më bo 51% për arsye Me bo më të rjek në ekip, mos më rjek pika. Okej, e kuptueshme. Se kështu të rregullt në 3 gjiro, do të thotë është fundi i këtij gjysmë edicioni. Ajo që mund të them është që domethënë pa dashur me hyrë në ekipin tim. Ajo që mund të them për ekipin tim është se vërtet jam shumë i kënaqur me performancën e djemve, edhe me ato që kemi treguar. Ajo që më rëndësi është për mua si trener dhe për ekip, mendoj që prej Girosport deri tash është një lloj stabiliteti sa i përket lojës. Ka një lloj identiteti të lojës, domethënë ekipa edhe domethënë tradicionalisht gjitha takimet domethënë hyn me të njëjtin objektiv dhe me të njëjtin formë. Hiç pak ato tash kundërshtar, disa pika të kundërshtare që dallojnë, sepse çdo takim është dallon për tjetër është i veçantë, por sa i përket asaj pjesës tonë, domethënë mënyrës së performancës se ne i qasim takimit, po thuaj se është e njëjtë edhe mendoj që kjo na ka sjellë deri në këtë pozicion ku jemi. Meritat më të mëdha nuk diskutohet, i kanë lojtarë sepse vërtet është një grup shumë homogen i shnosh edhe një grup i cili ka disa lojtarë që 3-4 takime me lëndime, me hapa, do të thotë kundërdhimbjesh, i zhvillojnë takimet që është i tregues që vërtet e dojnë shumë ekipën edhe sakrifikojnë që është një pjesë shumë e rëndësishme për me ardhur deri këtu. Do dhe jam shumë i kënaqur, mendoj që me merit jemi këtu. Mirë po, nëse analizojmë deri më tash këtë kampionat, shihet që prej hajde hiç ndoshta pak Suharekën, prej të fikshongës e cila ndoshta këto 3 takimet e fundit ka filluar një lloj rami sepse 3 fundet ka psu 3 humbje. Prej trepsës e do thot deri në vendin e parë, mund të them, sepse tash është më rëndësi që edhe vendi i parë dhe i dytë hin direkt edhe mund të llogaritet njëjtë. Është një garë shumë e ngushtë, edhe gjithmonë këto pozicione po ndryshojnë prej takime të takim. Një barazim fitore më njerë da të kalon. Kështu që po them është një garë vërtet shumë e jashtëzakonshme, një garë ku unë mendoj që tash ajo që është më rëndësi edhe që e bën diferencën tash këtu është ekipet cilat ndoshta mentalisht janë më të përgatitura me bojt këtë finishën, sepse kjo pjesa e finishit tash kuptimin mendoj në aspektin edhe fizik, edhe taktik, edhe këto gjona tjera mendoj, ato e në ekipe s'ki mo që ka ndryshon, mendoj kjo pjesa psikologjike, ekipe që din me punun këtë pjesë janë më të qëndrushme, mendoj se do ta përfundojnë ato ku duhet. Po po them edhe pavarësisht se çka ndodh, nuk këto 3 takimet, 4 takimet fundit nuk do të ketë shumë, domethënë dallim tash që do të diferencojnë ndonjë ekip. Ndryshim mes kësaj, këtu do të jenë. Edhe ajo pjesa lufta më e madhe pastaj do të jetë në atë gjysmë edicioni tjetër. Sepse veç po shihet që këto ekipe që realisht po them hiç Rami Sadikun që është një mendoj unë një ekip e cila mund të themi ka bu mrekullin këtë kampionat edhe është një ekip e si me plot merit është atu, mund të themi që ndoshta nuk është ekip që ka ndosë ambicje si këto disa ekipe tjera për me hy atu, por është një ekip me fasia me mirë, me konshme deri tash, mendoj që prej Trepça, Liria, Feroniki, gjitha këto ekipe që janë e kanë objektivin për mbi Super League. Edhe po them do të jetë një garë tek një janar do të jetë pas. Ajo po, gjithsesi po.